Sot i kena ndru rolet paksa. Në fakt unë e kum ndru rolin, sot jam postjer për një ditë. Kom e bo dërgesën e parë te Vjosa pas ka përësit në Zara. Kogja ram po dohët. Pas ka përësit plët sene. Ej, me kogja një farkere jem të shkua, me qitë kërë keni me mpo shpeshtash. Nëse qëllën posta e duhur ku ju përësitni, të cili do biznes që përësitni qëllën posta izi mësë që ditni, nëse ju shfaq në one para derës. Hajde! Okej, tash po e kontaktojna Vjosën. Me këqyrë, kjo nuk e ka idenë, do me thonë, që jena të e gjiru, inshallah na len, na jep lejen në fund kur t'i shfaqem edhe me kamerë, të pysim kua. Alo. Përshëndetje, jemi prej postës Izi, për një dërges, Zara e kemi me ta pru. Okej, momentalisht nuk jem të zyra, po për një gjysore jam atë, a mundës? Gjithsesi. Nëse s'mundësh, jam momentalisht të Jysko, nëse do në marrë për Kosovë. Ku do t'a bijone, heq pa problem. Fush Kosova, që dën t'a bina që aty që tash se jena 10 minuta largë. Okej. Që do më do kështë e përzoj një shumë. Apo, ku me dit? A me ta pru që aty? Okej, vjen të unë që ato më bu prank në i kush. O jo bre Vjos, pasha zoti, po jam i ri, njeri më falë, vetë sa ja kum nis. Këto e ma tregun të restorant qishke Flatra. Linda. Restorant Linda? Po. Okej, ajde shijem për pak. Ciao. Tën. Jo, se i logja bona, do me thonë. Ma mirë ketë dhejke, po vi pe marrë vetë. A është ajo influencerja? është një Vjosa Selmani influencere, po keq ajo, se edhe në zonë mu do këtë që njofta dhe one. E din ku jena zbulu, drilën, se qëta është Maroke. Kër e kum thirën e me numër, e kum thirë me numër tem. Ajo plus dyshoj, tha po mbot prank, sigurisht e ka morë numrin, e ka qitë në Viber ose në WhatsApp, edhe e ka po emrin aty. Edhe ta është i sigurisht e din që diçka është wrong këto. Plus e bona unë një postim në Facebook, Izis post thash bla bla bla, gjysëm orari jëm të punu tash edhe si postjer, thash me që t'kerë vi. Inshallah s'un ka stok në rrjetet sociale, për me po si do qoftë sigurisht, po besoj shumë që tash të edhem për shkak se e ka marrë numrin, e ka qitë në Viber aty. Alo? Alo, Vjosa? Po, për 5 minuta jam të zyra, nëse jeni ofër. Po, gjithsesi, te Central Parki jemi këtu, shumë ofër. Ani burem. Hajde, shijem për pak. Burem mu tha, am tha burem mu tha. Që më rejtëm na tash, prejnë ko në u zvullu, që kjo është perla? Vjosa! A din ku e kum bo delën? Që kum thirë me numër tam, që shje? A je mirë? Po ta numrin ta njofta zonë. Për një për mes zonit u mjofte, a e kësyre numrin tani e konfirmove se thash garant e ka marrë, e ka qitë në Viber, ja ka qitë emrin aty. Hej, që përësia, se a besën që rëndom i karo. Pasha zoti e posh Vjosa Selmani, a thasha është influencerja, ta se ditën, hina t'lypa, thash sigurt, a i ki problem me gjiru, mos i ardhëm dhe që të thuj, shnosh. Hej, Vjos, atë ardhë me regull? Po, falim. Qore, këta tjertë nuk jenë si one që ka në nonshalant, a veden jënë pak ma të përgjetë që mund me nëzhe gjeta. Jo, nice ke... Eksperienca? Po, eksperienca, po në vrejta të zone. Atë zone, a? Edhe mandej, kur provokova pak për adresë, Po. se te ku është adresa, Po. zakonisht më të kysin se i kanë aplikacion. Po, dhe s'desha ku me këqyrën e. Hej, Vjos, kalofsh sa ma mirë, like e ki, ku të shë, dje, edhe te, mos se zita. Hej, kalofsh mirë, Vjos, qijëm tënë. Hajde, u bo. Hej, Vjosa Selmani njerëz, që kjo ke eksperienca jam, se postjer, ka mujt me shku shumë ma keq, ka mujt me shku ma mirë,
Si do qovë, çdo ditë ka pak, ko me umësu, ko me ja marrë dorën, po besoj. Hajde kthehemi tash në bazë, edhe e kthejna veturën, ndrohemi edhe kthehemi në detyrën tonë primare si gazetar.